Përshëndetje miq të Antipodit, kudo që na ndjekni në këto momente, dhe sonte të ftuar kam një mysafir më special nga ato emisionet të cilat i keni parë më herët me panelist dhe me debatues të ndryshëm. Me mua është deputeti apo ish deputeti, si të themi tash, dhe gjithashtu kandidati për deputet nga Radhat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Alban Zogaj, por më mirë është të prezentohet si kryetari i degës së tretë, një degë që ka bërë revolucion në zgjedhjet e fundit në Kosovë, por kryesisht në Prishtinë është shuar për rritjen e saj dhe pikërisht Albani ka dalë deputet nga kjo degë. Alban, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit shumë, kënaqësi. Falenderoj për këtë hyrje. Alban, është pak situatë, të them, e debatueshme në gjitha televizionet dhe blokada është blokada, por ne do të flasim më shumë, do të fokusohem tek 28 dhjetori. Çfarë presim nga 28 dhjetori? Po me thonë të drejtën, ne për herë të katërt jemi duke shku në zgjedhje këtë vit. Pra viti 2025 ishte vit i zgjedhjeve. Dhe në kuptimin politik, ne u mësuam me zgjedhje. Edhe partitë politike, si me thonë, u mësuan me zgjedhje në këtë vitin 2025, por qytetarët do të dalin me 28 dhjetor edhe do të japin verdiktin e tyre. Presim zgjedhje demokratike, që është shumë e rëndësishme e para, dhe presim rezultat të rinj nga këto zgjedhje. Kur them rezultat të rinj, kupton rezultat ndryshe prej shkurtit të vitit 2025, e që ky rezultat i ri pastaj e prodhon edhe qeverinë e re të Kosovës dhe institucionet e reja të vendit. Unë jam i bindur personalisht, por edhe nga matjet tona që i bëjmë në vazhdimësi, nga hulumtimet tona, del që qytetari i Kosovës ka reflektu dhe e ka kuptu kush është bllokuesi i institucioneve dhe kush është përgjegjësi kryesor për humbjen e këtij viti të plotë. Sepse viti 2025 është viti humbur për Kosovën. E kemi humbur edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin social. Dhe ne nuk mund të lejojmë që viti 2026 me na nëzon me të njëjtën formë. Andaj ne si LDK, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, do të insistojmë dhe do të jemi ata që do t'i krijojmë institucionet e reja të vendit. Alban, kthejmë pak tek dega, keni një degë e cila ka një histori dhe një bagazh vetë ma duke ditë sa dega tretë, dega pikërisht Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku ka vepruar edhe presidenti Ibrahim Dega e presidentit. Po, dega e presidenti Ibrahim Rogova. Dhe në bazë të informacioneve që kam, do të thotë, keni bërë një ndryshim të madh sa i përket punës, angazhimit, rritjes së degës dhe rezultati pikërisht që nga kjo degë kemi tani edhe deputet. Nuk them që s'ka pas më herët, por shihet një frym e re brenda kësaj dege, cila ishte ajo puna e sekrete apo çfarë bëhet me degën e tretë që për një ku ishte pak e fjetër me disa probleme të vogla, të cilat ndoshta nuk ja vlen edhe t'i cekon. Falenderoj shumë. LDK është organizuar shumë mirë në terren në përgjithësi, në krejt vendin. Kemi rreth 50 degë të LDK-s në krejt Kosovën, kurse në Prishtinë jemi të organizuar në 5 degë të mëdha. Unë e udhëheq, tash po bën 2 vite, që e udhëheq degën e tretë të LDK-s Prishtinë, që është dega ku ka vepruar edhe presidenti Rugova, sepse dega e tretë e ka krejt zonën e bregut të diellit, të Velanis, tash lagjes së re Mati, që është rrit shumë, e pastaj lagja e muagjerëve, lagja e spitalit. Pra është një degë e madhe me sipërfaqe, është një degë e madhe me zonë, por është degë e madhe gjithashtu edhe në kuptim të numrit edhe të banorëve edhe të votuesve. Dhe tani me numër të votave jemi një prej degëve më të mëdha të Kosovës. Për arsye se Prishtina u rrit me votë për LDK-n. Ne tash po shkojmë në 40.000 vota për LDK-n. 35.000 kishim në tetor të këtij viti në zgjedhjet lokale, pra në Prishtinë, votë e LDK-s në Prishtinë, kurse në zgjedhjet e dhjetorit ne tentojmë dhe qëllimi jonë është që të shkojmë tek 40.000 vota në Prishtinë. Kurse dega e tretë në zgjedhjet e tetorit ka pas 9.600 vota në degën tonë, pra për LDK-n 9.600 vota, që është një sukses i jashtëzakonshëm. Në shkurtin e vitit 2021
në atë rezultatin fatkeq, themi kështu të shkurtit të 2021-s, Dega Drega pas diku rreth 3800 vota. Pra tash kemi një dyfishim e mbi dyfishim të votës. Kjo është një sukses i krejt Prishtinës, me thonë të drejtën. Është një sukses i krejt Prishtinës. Pastaj normalisht që edhe puna që është bën Prishtinë, edhe pozicioni im si nënkryetar në komunën e Prishtinës, po edhe puna e krejt administratës së Prishtinës, e kryetarit përparim Rama, i ka dhënë efektet e veta në rezultatin e Prishtinës, por edhe një organizim shumë i mirë i LDK-s në Prishtinë, në të gjitha degët e saj. Jemi të lumtur. Pas 12 viteve, Emanuel, pas 12 viteve ne në Prishtinë jemi të parët edhe në asamble, pra me vot për asamble, edhe me kryetar të Prishtinës. Të parët, që do me thonë s'ka ndodhë që një kohë gjatë prej kohës... Një rikëthemi... Po një rikëthemi LDK-s edhe në krejt matjet tonat fundit, po del qartë që LDK do t'jetë partia e parë edhe në nivel qendror në Prishtinë. Dhe kjo na bën shumë të lumtur, sepse pastaj prej Prishtinës reflektohet energjia edhe në zona tjera të Kosovës. Zoti Zoga, në Prishtinë keni provu metodat ndryshme, forma, ndryshime, pastaj si në kandidat, si në për shumë degë, por sikur nuk ka ndodhur kjo edhe në kryesinë qendrore. Apo i kushton kjo LDK-s? Ka pas ndryshime në kryesinë qendrore të LDK-s. Jo, po flas për e kuptova. Ka prurje të reja, ka frym, ka energji të re në LDK, edhe në kryesinë qendrore, edhe në Prishtinë. Por normalisht që ka edhe figura të establishume në LDK, figura me një bagazh politik shumë vjeçar, me përvojë politike, edhe besa me bagazh profesional. Ato figura ne i respektojmë shumë, i shmojmë. Nuk ka parti politike të vjetër, si që është LDK, parti me 35 vite funksionim, që mundet me funksionu pa i pas krejt brezat brenda vetës. Ne krenohemi me përvojën e shumë prej themeluzve të LDK, se prej atyre që e kanë udhëheq LDK-n, e kanë sjell deri këtu ku jemi. Tash edhe gjenerata e mesme jona, sepse na jemi tash gjenerata e mesme në LDK 40 plus vjeqar, por po na vjen edhe gjenerata e re. Shqoni kemi një rini të fuqishme në LDK, e cila kam rri me prodhu edhe deputetin e tyre. Ne kemi deputetin e rinis në radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe LDK në fakt është një prej partive të ralla që i ka 3 brezat edhe në grupin parlamentar, por edhe në udhëheqje edhe në shtrirje të LDK-s. Brezi që e ka themeluar, që e ka një përvojë të jashtëzakonshme, një bagazh të jashtëzakonshëm politik. Brezi i mesëm tash me kryetarin e ri, Lumir Abdixhiku, që është edhe moshë mesme, dhe që është brezi i mesëm i LDK-s, dhe brezi i ri që po vjen me Paris Gurin e me vajzat reja, me djemë të ri cilët po japin një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe konsideroj që kjo do të na çojë përpara. Disponimi për LDK-n po rritet. Qytetarët e Kosovës e kanë pa që ka një reformim të jashtëzakonshëm në LDK. Veç një fakt t'ju jap. Çfarë partie intelektuale, çfarë partie demokratike është LDK. Prej 20 deputetëve që jemi aktualisht në Kuvendin e Kosovës, 8 deputet të LDK-s janë doktorat shkencave edhe që vinë prej akademisë. 8 prej 20-ve. Nuk ka parti politike që mundeni me gjetë një kompozicione, një strukturë të tillë, edhe intelektuale, edhe që e zhvillon vendin, e që i jep kredibilitet edhe pozicioneve politike. Andaj jemi të lumtur shumë që është të shku puna, disponimi është shumë i mirë dhe presim një rezultat shumë të mirë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Po dolim pak të listat, pa debate, pa të reagime edhe të kësaj shtresës e themeluesi, se tha disa mbetën jashtë. Disa nuk po përmendën fare.
apo dëmtohet LDK-ja nga këto përjashtime dhe nga këta persona të cilët edhe ndoshta janë faktorë të humbjes së një bastioni shumë vjeçar të LDK-s, siç është Podujeva apo në përgjithësi themi Llapi, që deri vonë s'ka mujt me deportu asnjë subjekt politik pas lidhjes demokratike të Kosovës. Gjithmonë kur shpallen listat, ka debate dhe shumë mirë që ka debate. Sepse lista i ka në vete 110 kandidat, kurse ne kemi me mira aktivist e veprimtar të LDK-s. Dhe jo të gjithë mundën me qenë gjithmonë në lista. Ne kemi një proces shumë demokratik të propozimeve që vinë në kryesin qendrore të LDK-s edhe tek kryetari i LDK-s. Pra kjo shtrirja jonë strukturore në degët e Kosovës, dhe sipas statutit të LDK-s, degët propozojnë kandidaturat e tyre tek kryesia qendrore. Një numër i caktuar i vogël i rezervohet kryetarit dhe udhëheqjes së LDK-s në mënyrë që ata me pas mundësi me hy në negociata me prurje të reja, me profesionist, me njerëz që vinë prej artit, prej sportit. Pra e rezervojmë një numër për kryetarin, kurse pjesa tjetër e kandidaturave kryesisht vinë prej degëve. Këshilli i përgjithshëm si organ shumë i lartë vendimarrës i LDK-s i ndan kuotat për degë dhe pastaj degët i bëjnë kryesisht propozimet e tyre. Për shembull, dega e tretë kishte kuotën prej 7 kandidatëve, 4 burra, 3 gra dhe ne si degë e tretë i kemi bë propozimet tona. E njëjta vlen për secilën degë. Tash në disa degë, bot bazë të votave social apo në bazë të edhe në bazë të votave, edhe në bazë të funksionit politik që e kanë, edhe në bazë të pëlqyeshmërisë, si më thonë, edhe prej propozimeve që vinë prej strukturave tjera. Pra kryesisht nisemi dhe lidhemi rreth strukturës tonë, sepse veprimtarët janë në kryesi të degëve, pastaj prej kryesive të degëve propozohen për kandidat për deputet në kryesinë qendrore. Ky ka qenë procesi edhe kësaj radhe, ju lutem. Normalisht në ndonjë degë caktuar këto propozime vinë me ma pak vështirësi, dikun me ma shumë vështirësi, ka gjithmonë normalisht edhe konkurrencë në kandidime, por finalja vjen kryesi qendrore dhe aty pastaj edhe votohet. Ne si kryesi i dham autorizimet kryetarit LDK-s, së bashku me udhëheqjen e LDK-s që në nën kryetarët e sekretari, që ata me bë listën finale prej propozimeve të degëve, me ardhur deri tek lista finale dhe gjithashtu i autorizuam që me bë edhe renditjen e asaj liste dhe me ju thonë të drejtën nuk kishte absolutisht fare, kështu si me thonë, refuzime ose ndonjë dhënim caktuar kësaj radhe, besoj që procesi ka shku shumë mirë. Mbani përshtypje reagimi i Agim Veliut. Si e pat ju reagimin e zotit Velio? Në një farë forme, edhe ndoshta si lloj kërcënimi, apo si lloj emocioni momental, apo si e pat, një farë forme reagimi ishte edhe kërcënues. Nuk do të ndalem. Tash në çfarë forme si e pat ju zoti Zogaj reagimin? Kishte një reagim i cili ndodhi tash shpejt edhe me ju thonë të drejtën nuk është që arritëm shumë edhe me komentu, zoti Agim Veliu ka drejt me reagu, por si që thashun, ekziston një proces në të cilin shkon krejt procesi i kandidimeve dhe reagimi duhet jetë në atë proces dhe në rastet caktume edhe duhet me qenë reagim i mbrëmshëm. Pra ne edhe ankesat tona duhet me i kanalizu përmes proceseve që i kemi të mbrëmshme. Kemi procese edhe të ankimimeve, kemi një sekretariat të fuqishëm. E nga një herë duhet me e rujt shtëpin ton prej, si me thonë, kritikave të fuqishme që munden mandej edhe me bo dëm në të ardhmen, për ndryshe respekt për çdo veprimtar të LDK-s, për çdo kontribut që e kanë dhënë çdo kohë.
LDK është e të gjithëve. LDK është shtëpi e madhe e rreth 15.000 deri në 20.000 veprimtar të strukturave që punojnë çdo ditë në LDK. E pastaj e bashkë me votues tonë e çojnë LDK në 200.000 vota që i presim, mbi 200.000 vota që i presim në zgjedhjet që po vinë. Pra LDK është shtëpi e të gjithëve, është shtëpi e madhe, e sidomos është shtëpi e themeluesve të saj, e veprimtarëve të saj, por të cilët duhet me ruajt shtëpinë e tyne në çdo situatë. Edhe ankesat caktume me i kanalizu përmes kanaleve që ne i kemi kanale zyrtare. Them pak shumë shkurt tek zgjedhjet lokale. A shpetoj Prishtina lidhjen demokratike të Kosovës? Prishtina, apo kryesisht zotin Abdi Xhiko? Prishtina po e fuqizon lidhjen demokratike. Po që e fuqizon, po, a ishte shpetimi i Abdi Xhikut Prishtina? Edhe ne dolëm shumë mirë në zgjedhjet lokale, sepse kemi numrin më të madh të asamblezëve, edhe me votë jemi partia më e madhe në zgjedhje lokale me votë individuale popullore, po edhe me numër të komunave, sepse tash me numër të komunave faktikisht u barazum. Po kur e ke kryeqytetin, po këto ishin zgjedhje lokale më ndryshe, ishin më specifike dhe kemi ne edhe shpjegim edhe për humbjen aty në 2 komunave që ishte një dhimbje për LDK. Sepse Fushë Kosova një bastion mas 26 vite. Fushë Kosova mas një kohë shumë të gjatë. Pushteti i gjatë edhe i konsumon edhe partitë politike, qytetarët kanë tendencë për ndryshim pas një kohë shumë të gjatë, e sidomos kur e lën një kryetar që është një kryetar që ka pas një karakteristikë të veçantë, një unë të veçantë, një personalitet të veçantë, siç është Burim Berisha. Humbja Obiliqit është humbje krejtësisht e orkestrume klienteliste për 200 vota. Edhe që është bërë mënyrën që ne e kemi spjegu me punësime klienteliste, duke i përdor ndërmarrjet publike, duke i përdor për të fituar zgjedhjet lokale. Në Obiliq neve nuk na ka mujt vendvetmosje. Në Obiliq na ka mujt ndërmarrja kek. Kishte pak nasi edhe brenda Degës, kishte kundërshtime të shumta, të cilat ndoshta edhe si pasojë e kësaj humbjes. Dega është unike. Humbja në Obiliq ka ndodhur për 200 vota, është humbje fatkeqe që mundet me ndodhë, po vota në Obiliq është votë e konservuar. Dhe në fakt ne kemi rrit votën në Obiliq me kryetarin Gjafer Gashi, se vota e LDK-s në Obiliq ka qenë edhe më e ulët. Tash ne kemi rrit votën në Obiliq me ardhin e zotit Gashi, andaj jemi të kënaqur me votën në total në Obiliq. Po si jemi të kënaqur me atë rezultat i cili për një numër të vogël të votave e bëri diferencën. Përndryshe, fitoria e kryeqytetit që është gara më e madhe lokale, fitoria e kryeqytetit i ka dhënë LDK-s dhe po jep një stabilitet edhe po e zhvillon. Dhe unë besoj që tash në zgjedhjet e radhës kryeqyteti ka me reflektu edhe ma tutje. Pra ka me reflektu në zona tjera të Kosovës, sepse Prishtina është gjysma e Kosovës në çdo kuptim. Qoftë kuptimin ekonomik, qoftë kuptimin e lëvizjes së njerëzve, shumë njerëz që jetojnë në Prishtinë, edhe që këtu e formsojnë edhe opinionin politik, pastaj shkojnë votojnë në vendet e tyre ditën e diel. Po ata veprimin, edhe punën, edhe formsimin e opinionit politik e kanë në Prishtinë. Andaj kjo energji e kryeqytetit, që ne po e shohim çdo ditë, ka me reflektu patjetër edhe në zona tjera të Kosovës. Ndalëm pak të listat. Nuk kemi po ndryshimet mëdha nga zgjedhjet e kaluara. Çfarë presni se tash nëse morën për asoj çdo parti po thot dale para, por bazë disa sondazhe fillestare, kështu do të thotë nuk është se ka ndryshim në rezultat tek Lidhja Demokratike e Kosovës. Zgjedhjet e dhjetorit janë shumë afër edhe me kohë me zgjedhjet e shkurtit të këtij viti. Andaj unë zgjedhjet e dhjetorit i shoh si një farlloj vazhdimësie e zgjedhjeve të shkurtit. Në çdo kuptim.
edhe në kuptimin programor, po edhe në kuptim të listës, sepse ky mandat, këtë s'mund ta quajmë mandat ne. Unë isha deputet i Kuvendit Kosovës, po ne nuk kemi punu aty. Nuk na u dha rasti as me e tregu veten, as me tregu programin ton, as me dalë atje me i shfaq brengat e qytetarëve të Kosovës. Andaj këto zgjedhje janë një vazhdimsi. Ne do të dalim me rifreskim të programit dhe kemi dalë edhe me rifreskim të listës, sepse ka disa risi në listën e LDK-s, kemi profesionistë të ri që janë bashku LDK-s, kemi edhe figura të rëndësishme që janë rikthy në LDK që janë listë, një prej tyre edhe zoti Uk Rugova që është i listuar me numër 10 listën e LDK-s, edhe risi të tjera. Krejt këto e bojnë listën të freskuar, plus dalim edhe me program të freskuar dhe besojmë, bindja jonë e plot është që ne do dalim shumë më mirë se sa në zgjedhjet e shkurtit. E kjo është shumë më mirë në kupton që të kemi rritje solide. Pra, zgjedhje të reja, rezultat i ri ndryshëm prej shkurtit dhe pastaj edhe institucione të reja të vendit edhe qeveri e re. Qeveri e re. Si do të ndodhë qeveri e re sipas jush pas 28? Një gjatë mbeta bërë, që pa e thonë, du me e thonë. Lista e LDK-s e dhjetorit, kjo listë e re është lista ma kualitative e të gjitha partive politike në vend. Le të bëhen krahasimet, që unë e ti nuk po e bëjmë këtë krahasim, po i ftoj qytetarëve e Kosovës, bëjni ju lutem krahasimet e listës LDK-s me të tjerët, edhe në kuptimin e rrafshit intelektual, profesional, të bagazhit politik, dhe keni me pa që është lista ma kualitative në krejt partitë politike të Kosovës, e besa edhe krahasim me shumë vite përpara, nëse doni mi krahasu, është një prej listave më kualitative që një parti politike mundet me e bë bashkë dhe me ofru për zgjedhje për vendin. Ndalëm pak tek Uk Rugova dhe lista Guxo. A do të ketë ndonjë ndryshim se i përket asaj duke pas parasysh se edhe Mitrovica ka qenë një bastion i LDK-s? Ka udhëheq komunën, pastaj ndryshime që ka ndodhur me kohë natyrisht po, por me një farë forme prap një antar i cili është rrit në LDK është kryetari i Mitrovicës. Ardhja Uk Rugovës, a do të reflektoj të ata votues të listës Guxo, për arsye se këta gjithë janë thirrë do të thotë në Rugovizën dhe në shtëpinë e zotit Rugova, lista Guxo duke pas parasysh deklaratat e zonës Gërvalla, Fatën Pecit, Vjosa Osmanit pastaj. Si shihni këtë, a do të kthehet ai elektorat i humbur dhe i cili shkoi pas listës Guxo me ardhjen e Uk Rugovës? Partia e presidentit Rugova është lidhja demokratike e Kosovës. Natyrisht. Dhe pasardhësit edhe familja politike e presidentit historik Rugova është lidhja demokratike e Kosovës. Tani, secili ka të drejtë me e adhuru Rugovën, presidentin Rugova, edhe me u thirrë në Rugovizëm, secili ka të drejtë. Kushdo që e ndjen veten rugovist, edhe shkon rrugës së presidentit Rugova, rrugës së qartë të tij, vizionit qartë të tij euroatlantik, ka të drejtë me u thirrë në rugovizmin. Por familja politike dhe partia politike e presidentit Rugova është lidhja demokratike e Kosovës, ajo dihet. Nuk mundet askush me thonë që ne jemi partia e presidentit Rugova, ajo dihet cila është partia e presidentit Rugova, dihet ku janë bashkëpunëtorët e tij, ku janë pasardhësit e tij politik. Ka pas lëvizje politike edhe të mëhershme, do të thotë, lista Ibrahim Rugova, pastaj Guxo, do thotë, kanë dalë, them ashtu, edhe subjekte tjera për familjes Rugova, dim natyrisht se çfarë ndodh. Lidhja demokratike e Kosovës është partia më e madhe politike e vendit. Shumë mirë tha, do të thotë se politikisht është e para e themeluar, partia më e madhe politike në 90-tat e prej vetmeve. Andaj normalisht që prej një partie të madhe politike. Pastaj dalin edhe derivatet e saj. Kjo nuk ka ndodhur vetëm në Kosovë. Kjo ndodh në krejt vendet, si themi kështu,
të mëdha demokratike prej partive të mëdha, pastaj ka edhe derivate. Ajo që është e rëndësishme për ne që mburremi e jemi krenar është që ne po e vazhdojmë vizionin e presidentit ton historik. Lidhja demokratike e Kosovës i rrin gjithmonë besnik vizionit të presidentit Rugova dhe të djathtës politike, qendrës së djathtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe vizionit të tij për integrime euroatlantike. Pra gjithmonë e ka thonë presidenti jonë, gjithmonë e ka thonë. Kosova pavarësi, Kosova sovrane dhe e orientuar ka perëndimi. Dhe ka marrëdhënie të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me BE-n. Ky është vizioni jonë, nuk ka ndryshuar vizioni i DDK-s. Ne edhe sot e kemi këtë vizion. Ju lutem sheni tash. Tash ne kemi shkundje të madhe të këtij vizioni të presidentit tonë. Pse? Kosova liri po, Kosova shtet po, por sot është në marrëdhëniet më të ulta ndërkombëtare, në marrëdhëniet më të ulta diplomatike me partnerët tonë strategjik, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Shtetet e BE-s. Pra ne kemi lëviz si shtet prej atij vizioni. Jo si LDK, por si shtet. Dhe atë me përgjegjësinë kryesore të kësaj udhëheqjes fundit që është lëvizja vetëvendosi. Kurse ne insistimi jon dhe një prej shtyllave tona të zgjedhjeve të dhjetorit është kthimi ka marrëdhëniet e shkëlqyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duhet kemi partneritet strategjik me SBA-t, që janë partneri ynë kryesor. Ju lutem. Me ta ne jemi të sigurt në ecjen tonë përpara. Pa ta, ne kemi pasiguri të madhe në ecjen tonë përpara. Kjo është kaq e thjeshtë. Kështu që LDK është e vetmja parti politike e presidentit Rugova edhe e rrugovizmit si mendësi politike. Zoti Zogaj, ndoshta nuk e di sa jeni kompetent për ta dhënë përgjigje të tillë, por unë duhet ju pyes gjithsesi. A do të ketë vijat kuqe pas 28 dhjetorit? Përgjigjja ime në këto pyetje është kjo zakonisht unë po e bëj këtë përgjigje zakonisht. Po them, këto zgjedhje kanë me prodhu rezultat të ri. Dhe si rezultat i ri, pastaj do të prodhojnë edhe institucione të reja. Andaj për të dhënë përgjigjen finale ne do të rezultatin me pa. Rezultati ka me qenë shumë i rëndësishëm në ecjen tutje të vendit. Varësisht rezultatit do ta shohim qysh do të prodhohet konstelacioni i ri politik dhe qysh do të ecë ky vend përpara. Unë jam i bindur personalisht, po ne jemi të bindur në si LDK dhe po e shohim qarta zgjedhën matjet tona, që rezultati do të jetë i ndryshëm me shkurtin e vitit 2025. Nuk ka kuptim ndryshe. Do të ishte absurde rezultati me qenë i ngjajshëm ose i njëjtë siç po thon disa. Unë nuk e besoj këtë. Unë besoj që rezultati do të jetë i ndryshëm. Do të ketë përmirësim të rezultatit në mas solide për lidhjen demokratike të Kosovës, dhe kjo pastaj na vendos ne në një pozicion shumë të mirë politik që ne me i udhëheq institucionet dhe me i kriju institucionet e vendit. Pra atë çka unë du me e garantu për qytetarët e Kosovës është që lidhja demokratike e Kosovës do t'i krijoj institucionet e reja të këtij vendi. Nuk e lën vendin lidhja demokratike e Kosovës, ajo që ka ndodhi në vitin 2025. Do t'i krijojmë institucionet e reja. Na pret një sfidë e madhe pe shkurtit andaj, a do të ketë ndryshim të rezultatit që të kalohet edhe ajo sfidë? Mendoj që mundet një sfidë, keni të drejtë, një sfidë e radhës do të jetë zgjedhja e presidentit, por në bazë të rezultateve besoj që mundet me u zgjidh edhe ai ngërç eventual politik. Pra mund të krijohen koalicione të tilla që i krijojnë institucionet e vendit, edhe qeverinë, edhe pastaj presidentin e ri, presidenten e re. Pra ka mundësi reale, po edhe teorike që
kjo punë me ecë tutje dhe mos me pas nevojë fare për zgjedhje të reja siç disa i përmendin me kërcënim. Është para gjykim ne me fol tash për edhe një palë zgjedhje eventuale, sepse nuk e dim këtë gjë. Ata që i përmendin edhe një palë zgjedhje eventuale e bëjnë këtë më shumë për shantazh e për kërcënim se sa që e kanë me, si me thonë, edhe me njohuni ose që e kanë për ndonjë qëllim tjetër caktuar. Rezultatet realisht t'japin shkas me mendu, ndoshta jo për të thënë dikush me dalë si lider me para pas zgjedhje tjera, siç ndodhi me zotin Kurti, por rezultatet dhe gjitha sondazhet që po ndodhin pa vetvendosin t'japin me mendu se do të ndodhë një gjë e tillë. Ta presim, Emanuel, ta presim rezultatin. Është shumë e rëndësishme me e pa rezultatin e 28 dhjetorit. Nuk ka pas zgjedhje më të rëndësishme që një kohë gjatë në vendin tonë. Kjo është zgjedhje shumë të rëndësishme, zgjedhje që e drejtojnë kahjen e zhvillimit vendit. Japin kahje zhvillimit vendit. Ne platformën tonë politike e kemi të qartë, ne ofrojmë stabilitet politik për vendin, ne ofrojmë orientim euroatlantik, marrëdhënie të shkëlqyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shtetet e BE-s dhe ofrojmë zhvillim ekonomik për vendin. Ky vit dhe ky mandat i kaluam, ka qenë mandat i kotë në kuptimin ekonomik. Asnjë projekt nuk ka lëviz tutje. Asnjë projekt nuk është shty tutje, sepse kjo qeveri nuk e ka pas mendjen tek projektet. Kjo qeveri është marrë me tjera gjona. Kryesisht demagogji. Propagandë, demagogji dhe nuk është marrë ky kryeministër e kjo qeveri me projektet të cilat ne i prekim çdo ditë e ballafaqohemi me to. Nuk është marrë kjo qeveri me rrugën Prishtinë-Podojev. Nuk është marrë kjo qeveri me rrugën Prishtinë-Gjilan. Nuk është marrë kjo qeveri me energjinë. Shqipëri çfarë probleme me sektorin e energjisë kemi. Çmimet e energjisë lart, importojmë energji sepse s'kemi mundësi me prodhu në vend. Asnjë hap nuk është bërë në këtë drejtim në aspektin e energjisë. Ne, programin ton, brenda mandatit parë, e premtojmë edhe do ta bëjmë termocentralin në ri me gaz. Këto janë zgjidhjet për cilat ne duhet me diskutu. Po kjo qeveri nuk hen në këto diskutime. Se është e humbën aty. Është e humbën. Kësaj qeverie i intereson vetëm demagogjia, propaganda dhe normalisht edhe mandej edhe skemat sociale dhe keqpërdorimi i skemave sociale dhe keqpërdorimi i gjendjes aktuale ekonomike e sociale në vend për me fitu votën për elektorat, për votë. A kanë me ndiku këto lëvizjet e cilat janë bën kohë fshate, siç është rritja pensioneve, pastaj rritja e të ardhurave mujore të për fëmijë, do të thotë që janë nga 50% shtesat fëmijëve, në fakt se miki si fjalor. A do të ndikojnë këto në një shtresë të Unë mendoj që qytetarët e Kosovës e kanë kuptuar që këto janë kryesisht mashtrime elektorale dhe që janë keq përdorim i zyrës. Ju lutem. Kjo kost një pjesë e këtyre ministrave dhe kryeministri në detyrë janë duke keq përdor pozicionin e tyre zyrtar aty. E para nuk ju takon. E kanë bajt të uzurpume, i kanë bajt institucionet e vendit, sepse nuk mund të jenë edhe deputet edhe ministra. Edhe nuk mund të jetë edhe deputet edhe kryeministër në njëjtën kohë. Këtë punë e boni shumë të qartë gjykata supreme. Ata është dashur me vendos, a dojnë me mbet deputet, apo dojnë me shku në zyret të ministrave, po jo me i bo dyat. Paradite kanë votuar në kuvend të Kosovës, mas dite mërshin vendime prej zyrës ministrave. Kjo nuk lejohet me ligjin mbi qeveri nuk lejohet, sepse ka konflikt interesi. Por këta i kanë bajt të dy pozicionet, dhënë shumë. Ne kemi dorëzu në prokurorinë speciale, edhe dosjet me tregu që këto vendime që po i marrin, edhe normalisht edhe atë gjykimin edhe të gjykatës supreme, e cila e thot qartë azi, nuk kanë të drejtë me marrë vendime, janë jashtë legjshëm në ato pozicione.
Por ky vetë shkoj si shkoj, unë kam përshtypjen që qytetarët e kanë kuptuar këtë punë, e kanë kuptuar dhe kanë me reflektuar në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Dolim pak të diaspora, u bo shumë buje, potere, zhurme, si të themi ashtu, për votat e diasporës. Lidhja Demokratike e Kosovës ishte e para në zgjedhjet e fundit, në thot, me vot. Por pse ngurrën, në thot, dhe pse i bëri këto fa lëvizje sikur një frikë, e datës 28, çka kishte data 28, dhe në thot që si konvenant e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Ne kemi thënë në takimin me presidentin e vendit, e kemi argumentu që data 28 dhjetor nuk është date përshtatshme për të mbajtur zgjedhje, sepse është mesin e festave, ju lutem. Pra ne do të votojmë me 28, kurse numrimi i votave bëhet në kohën kur qytetarët tonë të vendit e festojnë vitin e ri. Edhe dihet që ne e festojmë vitin e ri në mënyrën tonë tradicionale. Mbledhen familjet, e festojnë vitin e ri, është një feste e popullore e këtij vendi. Kurse në bashkë në ditë, ne duhet merremi me numërim të votave. Dhe një numër i madh i komisionerëve, një numër i madh i vëzhguesve me mira, marrin pjesë në proces të numërimit të votave. Pra ne do t'ja u mohojmë edhe atyre festat e fundvitit, por në anën tjetër edhe e kemi të vështirë krejt edhe si KQZ, edhe si parti politike që me e procesu mirë aspektin e numërimit të votave. Kjo ka qenë arsyeja jonë kryesore. Ne kemi propozu datën 21 dhjetor, që është afër 28-shit, një javë dallim, dhe që është më e përshtatshme se sa data 28 dhjetor. Dhe ky ka qenë dakordim edhe i shumë partive tjera politike, jo veç i LDK-s. Por presidentja e vendit vendosi që zgjedhjet me u mbajt me datë 28 dhjetor, ne nuk e kemi refuzu, e kemi pranu datën e caktuar, se është në diskrecion të presidentes me caktu datën, në rregull jemi, të përgatitur jemi, po shkojmë në zgjedhje me datë 28 dhjetor. Kurse sa i përket mërgatës tonë, ne i ftojmë ata me ardhë me votu në Kosovë, edhe me i vizitu familjarët e tyre, edhe me i festu festat e fundvitit, edhe me votu për zgjedhjet e radhës që po na vinë. Një numër i madh i tyre edhe u regjistruan. Ne nuk kemi as një problem, përkundrazi. Kemi një marrëdhënie të shkëlqyeshme. Përdoren për qëllime propagandistike. Pra e kam pa vetë vendosja Afrikën që mërgata po kthehet ka LDK dhe tash do me sulmu këtë aspekt, sepse ne dolëm fitues në zgjedhjet e tetorit, LDK është fituese e zgjedhjeve në kuptimin e votave të mërgatës me mbi 30%. Njëjtë presim rezultate edhe në këto zgjedhje dhe besa edhe më mirë. Këtë vikend, të shtunën dhe të dielën, do të jemi në mërgat me kryetarin Lumir Abdixhiku, një tubim i madh, një takim i madh në Gjermani dhe tubimi tjetër në Zvicër. Të shtunën në Gjermani, dielën në Zvicër, do të kemi takime, përshëndetje, edhe besa ftesë për mërgatën tonë që të vinë edhe në Kosovë të votojnë. Si shihni, a do të ndryshojnë rezultatet nga ato lokale e nacionale në votat e diasporës? Apo pritni të vazhdoj ritmi njëjtë apo rritje? Do të ketë rritje për LDK-n, jemi shumë mirë të organizuar, kemi qenë të organizuar me degët tona edhe në mërgat, ne kemi degët tona, strukturët tona që funksionojnë në mërgat. Janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme dhe i falenderoj shumë kryetarët tonë të degëve në mërgat. Kemi edhe kandidatura nga mërgata, kësaj here në listën e LDK-s dhe ajo e jep efektin e vetë dhe normalisht ne kemi dëshirë edhe me i pas mërgatën gjithmonë edhe në kuvend të Kosovës. Ne kishim në këtë mandatin që shkoi, këtë mandatin e shkurt, ne kishim djalin e herojit Sali Qeka, e kishim në grupin tonë parlamentar. Prap shpresoj e besoj që do të ketë dikush nga diaspora në grupin tonë. Jo, Zoti Qekaj për arsye familjare, personale, kësaj here nuk ka kandidu, por ka angazhim të jashtëzakonshëm për LDK-n. Për LDK-n dhe për ne, e për veten, e për të gjithë, e për vendin, e për Kosovën. Kështu që do dalim shumë mirë me votë të mërgatës, që normalisht e
e ndihmon votën e përgjithshme të LDK-s në Kosovë. Edhe pak të këthin, nuk muj me kalu, sepse keni pas pozitën e tillë në Prishtinë, dhe më thotë keni punu. Cili ishte ai farë brumi, apo ai sekreti tharmi brumi, dhe më thotë që e kthyti lidhjen demokratike të Kosovës të parën në Prishtinë pas shumë viteve? Puna, Emanuel. U akuzuar shumë, dhe më thotë, për mos punë. Nuk është e vërtetë, është punu shumë në kryeqytet, bile në kryeqytet është punu ma shumë se në krejt Kosovën. Pra kryeqyteti ka nisë projektet mëdha ma shumë se sa krejt qeveria. Me tonat buxhet që e ka, ne si kryeqytet kemi nisë ma shumë projektet mëdha. Veç rruga A dhe ndërtimi i rrugës A është projekt ma i madh se këtë projektet që janë nisë prej qeverisë. Dhe këtë punë e kanë pa qytetarët e Prishtinës, e kanë pa edhe seriozitetin, e kanë pa edhe qasjen. Përveç punës, unë mendoj që edhe një qasje shumë serioze e LDK-s në përgjithësi në punë me struktura. Ne kemi kryetarin e LDK-s që vjen nga Prishtina. Dhe ai ka pas gjithmonë fokus edhe vëmendje ka Prishtina, sepse vjen vetë prej Prishtinës, e ka Prishtinën, si me thonë, dveçantë. Kemi bërë një punë të mirë në këto 4 vjet, përparim Rama është konfirmu si kryetari i kryeqytetit, dhe Prishtinën tash në këto 4 vitet e ardhshme e presin punë edhe më të mëdha. Sot, sa po flasim ne, u krye, u përfundoi edhe betimi, edhe është krye seanca konstituive asamblesë komunale, tash e tutje pritën vazhdimi i projekteve të mëdha për Prishtinën. Qytetarët e kryeqytetit e kanë kuptu seriozitetin e LDK-s, edhe ne jemi shumë të kënaqur, do të vazhdojmë me punu me ta, do t'i përfaqësojmë mënyrën ma të ndershme e mënyrën ma profesionale të mundshme, dhe me të njëjtën qasje do të ecim tutje edhe në udhëheqje të Kosovës tash, në udhëheqje të qeverisë. Atëherë, unë ju uroj suksesin këto zgjedhje, por edhe për fund një mesazh, që do të jetë mesazhi juaj për gjithë ata ndjekës të cilët janë duke na shikuar në këto momente, sidomos të elektoratit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po i ftoj të dalin në zgjedhje. Është shumë e rëndësishme me dalin në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Dalja me qenë e lartë, edhe zgjedhjet me qenë demokratike të ndershme si gjithmonë. Ne mburrëm i kohëve të fundit me mënyrën se qysh po i organizojmë zgjedhjet, pra kemi zgjedhje të lira, të qeta, demokratike, dhe i ftoj me i votu ma të mirët e listës, kanë mundësi me zgjedhën listën e LDK-s, ku do që të prekin me sy mbyll, nuk gabojnë, sepse lista është e shkëlqyshme, njerëz profesionist, njerëz kredibil, njerëz me bagazh politik e profesional. Kjo i duhet vendit, kjo i duhet Kosovës. Na prifte mbara në janar ne do të festojmë vitin e ri, por edhe fitoren e LDK-s e krijimin e institucioneve të reja të vendit. Faleminderit shumë zot. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë se dashur kaq kishte për sonte në Antipod, miru pafshim në emisionin tonë të tashme.